Banorët e fshatit Rjoll të Velipojës protestuan në SPAK kundër ndërtimit të resortit luksoz në zonën e tyre. Një zëri me pankarta në duar ata kërkuan drejtësi nga prokuroria e posaçme si i vetmi institucion tek i cili besojnë. Një prej protestuesve tha se disponon të gjithë dokumentacionin për të provuar se pronat janë të tyre. Për të njëjtën pronë jemi dy persona. Kemi dy vërtetime pronësie. Edhe unë, edhe ai. Unë e kam që në vitin 1935, me 7/7 vitit 1935 që do t'ja u tregoj, e kam këtu. Dhe Fatmir Shpeza vjen 2019, cili është reali. Ne jemi fshatar që kemi shtëpiat dhe kemi 200 vjet që jenë aty. Avokatin Due Pietra që i përfaqëson u shpreh se janë dy procese gjyqësore që po zhvillohen paralel. Do lëm një afat 3 ditor, nëse këta nuk do të marrin masat, sekustrimin e dosjes dhe pezullimin e punimeve, pas 3 ditëve gjithë këta do jenë këtu, po do jenë ndryshe, nuk do jenë më as si sot me paç. Do jenë me veprime të tjera, si s'bajnë një protestë normale, kur i merret prona jeta, sepse po të mori pronë ka marrë jetën gjithashtu. Ndaj SPAK-u, se SPAK-u ka përgjegjësinë, nuk e ka përgjegjësinë Shkodra, po SPAK-u ja heq vetes, ja ka çu Shkodrën. Për të njëjtin problem, një vit më parë banorët kanë depozituar në SPAK një kallëzim në ndyshimet se janë falsifikuar dokumentet me qëllim ndërtimin e resortit. Kallëzimi është dërguar për kompetencë hetimore prokurorisë së Shkodrës, organi i cili sipas banorëve nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. Këtë të njëjtë ata depozituan në prokurorinë antikorrupsion një tjetër kallëzim me shpresën se këtë herë SPAK do të marrë në dorë hetimin e ndërtimit të resortit në Rjoll.